Zëri I diasporës nga Madiana Nureddini. Window Radio. Të dashur dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin ton të sotëm. Ky emision është shumë I veçantë për vetë periudhën që po kalojmë. Është një periudhë e veçantë për të gjithë besimtarët në mbar botën, të cilët festojnë Pashkët. Një festë e cila simbolizon shpresën, sakrificën dhe ringjalljen. Sot të ftuar në studio kemi Padre Michele Leovino, me të cilin do të flasim për kuptimin e kësaj feste, për mesazhin që ajo përcjell në jetën tonë të përditshme. Faleminderit Padre Michele dhe mirë se erdhët në valët e radios tonë. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit juve që më keni ftuar. Për përshëndetje të gjithë që janë sintonizuar në radion tuaj. Faleminderit, të përshëndesim të gjithë dhe urojmë të gjithëve gëzuar Pashkët. Pikërisht gëzuar Pashkët, patjetër. Padre Michele, ne jemi një radio e re e diasporës shqiptare, dëgjohemi në të gjithë botën, edhe normalisht kemi të ftuar ftojmë shumë personazhe të diasporës, artistë, këngëtar, politikan. Sot kemi të ftuar ty. Unë normalisht kam të ftuar gjithmonë persona që vinë nga Shqipëria në Itali. Është hera e parë që kam të ftuar dikë që nga Italia ka ikur në Shqipëri. Po, është vërtet. Do doja si fillim të prezantohesh për dëgjuesit tanë. Patjetër. Po shpreh vërtet kënaqësinë time që jam pjesë e këtij transmisioni. Ju përgëzoj për punën që bërin, sepse edhe ne italianët kemi parë shumë që kanë shkuar në emigracion. Patjetër që zemra gjithmonë është mbushur me dashuri për vendin e lindjes, lindjen e origjinës, kështu që të dëgjosh nëpërmjet radio, për shembull, gjërat shqiptare në gjithë botën është diçka që është shumë e bukur, shumë e vlefshme. Gjithsesi, për mua, që jam italian, jam këtu në Shqipëri pikërisht jam prift katolik, misionar, nga kongregata Eterve Somask, dhe jemi këtu në Shqipëri pikërisht në Mirdit, në diocezën e Reshenit. Kam ardhur për herën të parë në vitin 2011, domethënë para 15 vitësh thuajse. 14 vite, po? Po. 14-15 vite, po. Po, okay. Në gusht do bush 15, po s'ka rëndësi. Jam këtu, prego, po? Po, ke shkuar direkt edhe në Mirdit? Po, direkt në Mirdit, sepse këtu kongregata ime kishte pranuar të drejtojë një shkollë profesionale, e ndërtuar prej diocezës së Reshenit në personin e Monsinjor Palmieri, Cristoforo Palmieri, I cili ka qenë këtu në Mirdit deri para 8 vitësh, tani I peshkvi I diocezës është Monsignor Gjergj Meta. E pra kjo shkollë u bë edhe mjaft e madhe, është një shkollë profesionale, quhet Shenjë Josefi Punëtor, ndodhi pikërisht në Reshen të Mirditës, dhe ne kemi qenë nga viti 2004 si komunitet këtu për të menaxhuar shkollën. Shkolla shumë e madhe, ka më shumë se 400 nxënës, vinë shumë nga jashtë Mirditës, po, ka marrë një jehonë mjaft I madh I mirë, kështu që është një mision shumë e rëndësishme. Po normalisht se pastaj unë si prift katolik zhvilloj misionin tim me kremtime, me bekime, me administrime sakramenteve, gjitha ato në fshat. Pikërisht jam I kushtuar ndaj fshatrave të Mirditës, ku edhe dje edhe sot kam shkuar për të kremtuar Pashkët e Ringjalljes së Zotit. E njoh atë, pak a shumë, e njoh më shumë, kam njoh edhe motra Adelinën, nuk e di nëse është në Mirdit apo në Reshen. Po, janë edhe murgeshat e Santa Giovanna Antida Ture. Po, edhe motra Adelina është pjesë e asaj kongregate, faktikisht. Edhe motra Adelina. Ka një komunitet në Rubik, po, pikërisht prapë në Mirdit, domethënë në diocezën e Reshenit. E njoh shumë mirë
faktikisht bashkëpunojmë kur shkojmë në për fshatra, në një fshat të caktuar që është Vela, unë shkoj bashkë me motra Adelinën, pra. E ka vite që ne... Dako, do të përshëndesum pastaj nga afër sa të takoj me të, patjetër. Okej. Po, faleminderit Padre Michele për punën që bëni. Grazie, faleminderit juve. Doja t'i kthesha pak temës son. Unë të kam thirrur për të bërë disa pyetje mbi Pashkët dhe do të filloja me pyetjen e parë. Doja të dija në përgjithësi se çfarë përfaqësojnë Pashkët, po kush është thelbi i kësaj feste në fenë katolike, në përgjithësi. Dhe në veçanti doja pikërisht sot, në këto ditë që jetojmë, në këto ditë konfliktesh, në këto ditë të vështira, a ka edhe një domethënie më të madhe? Po, faktikisht po. Okej, fillon nga kuptimi i Pashkëve, kështu në përgjithësi. Mua më duket rëndësishme të theksoj diçka, domethënë se Pashkët para së gjithash ka kuptime një veprimi të madh të Zotit në favor të njeriut. Ky për mua është vërtet themel. Është Zoti që vepron ndaj njeriut, për të mirën e njeriut. Është ai, nizma është e tij, vullneti është i tij, e patjetër që shfaqet në botën. Kështu që Pashkët i thot njeriut të çdo kohë, okej, ne jetojmë në këtë kohë, por i thot njeriu të çdo kohë, ti je i dashur nga Zoti. Kushdo që ti jesh. Rrjedhimisht, për shembull, mos mendo para së gjithash se çfarë duhet të bësh ti për Zotin. Por vlerësoje, shikoje, do atë që Zoti ka bërë tashmë për ty. Besoj që perspektiva për të lexuar Pashkët, për të lexuar Ringjalljen është kjo. Kjo është e para. Pastaj, përmbajtja konkrete e Pashkëve është e paraqitur nga jeta e Jezu Krishtit. Domethënë mishërimi, predikimi i vazhdueshëm i tij në mënyrë që njerëzit të mund të njohin zemrën e hyjtat, sepse të njohësh me hyjin nuk është lehtë fare. Kemi parasysh se sa njerëzit kanë mënyrë të ndryshme për të dialoguar me Zotin, se dialogojnë me Zotin, nëse kërkojnë, nëse arrin të lartësojnë mendjen e tyre, shpirtin e tyre ndaj Zotit, jo vetëm tek imazhi i Zotit që njeriu i paraqet vetvetes. Kjo është diçka shumë e madhe për të trajtuar në këtë moment. Kështu, gjithsesi, është Jezusi që me predikimin e tij që na ka mësuar se si ne mund ta njohim hyjin e vërtet. Kanë qenë fjalët e tija. Kjo është jetë e pasosur që të njohësh me hyjin e vërtet dhe me atë që ka dërguar, domethënë vetë Jezusin. E kështu që jeta e Jezu Krishtit ka qenë mishërimi, predikimi dhe dhurata e jetës së tij në flinë e kryqit, si një akt i fundit, i plot dhe përfundimtar i dashurisë që do të shpëtojë dhe të përmbush misionin e tij. Pas vdekjes, ati e ka ringjallur për të vërtetuar që fjalët e tij kanë qenë të vërteta. Mendoj se duhet theksuar fuqishëm ky mesazh. Nuk është flija vetë që shpëton. Këta duhet ta nënvizoja. Nuk është vetë flija ajo që shpëton, por dashuria e Zotit në këtë rast, që kur haset me perspektivën për të dhënë jetën, për të shpëtuar të tjerët, nuk të riqet. Shkon përpara, ende dhe ende deri në fund. Mund të themi që Jezusi duke jetuar dhe duke vdekur, kështu Jezusi konfirmon me dhuratën e tij totale gjithçka që ka thënë për Zotin atë dhe gjithçka që ka mësuar për njerëzit për të jetuar si bijtë e Atit.
Kjo më duket kështu kuptimi i pashkëve në përgjithësi, një vepër madhështore të Zotit në favor të njeriut. Konkretisht në jetën e në vdekjen e Jezu Krishtit. Në momentin a mund të vazhdoj? Po, patjetër. Në momentin aktual, moment shumë i vështirë që na sprovon të gjithë, ku ka miliona njerëzit që vuajnë prej asu nuk di se si mund të përmend në këtë moment, si mund të përshkruaj nga furia e fuqisë, nga uria, nga luftra, edhe nga vendime vrastare, mund të themi, të njerëzve që janë në pushtet, se kjo quhet qartë, shifet qartë, më falni. Në momentin aktual shumë vështirë, kuptimi i pashkëve na çon të mendojmë se vërtet paqja duhet të ndërtoket me shumë durim, me shumë përpjekje, të mos dorëzohemi në ndërtimin e paqes. Se kjo është vetëm rrugë. Ta qarmatosim zemrat nga ngarkesa vrasëse që jeton në to. Ta qarmatosim zemrat, jo vetëm duart. Duke i lënë hapësirë dhe mshurisë, të vazhdojmë nga ana e të krishterëve, si ne kemi një përgjegjësi të madhe. Të vazhdojmë nga ana e të krishterëve, të flasim, të proposojmë fjalë, tema, rrugë të paqes dhe mikpritjes reciproke. Mund të themi për të gjithë shoqërinë se është dashuria, ajo që e plotëson njeriun, që e bën atë të triumfojë mbi forcat shkatëruese që ka brenda vetes, se kështu është natyra e njeriut. Ne nuk mund të mendojmë që edhe të krishterë nuk i përjetojnë këto forca misterioze, negative brenda vetes. Por me ndihmën e Zotit, me fuqinë e ringjalljes, me dhuratën e Shpirtit Shentë, njeriu mund të angazhohet për të qarmatosur to fuqi, to negative, e kështu rilindje në pashkën e ringjalljes mund të kontribuojmë në një botë më njerëzore. Dhe më të mirë. Ajo që di unë është që festa e Pashkëve është edhe dita e Pashkëve është akoma edhe më e madhe se ajo e Krishtlindjeve. Po. Por ajo që, do më thënë, që edhe vetë unë tani po flas edhe sepse nuk mund të flas në emër të gjithëve, po ajo që është ndjej vështirësi, do më thënë, se si munde, do me thënë, në ditën e sot me ky mesazh i ringjalljes, tu përçohet njerëzve, pikërisht për faktin se sot, e thash edhe pak më përpara, shumë njerëz, jo vetëm njerëz normal, po edhe shumë lidera politik, shumë lidera kanë thyer ato urdhra, disa nga urdhrat, po të themi edhe një nga urdhrat mos e përdor emrin e Zotit, mos e merr nëpër gojë vend e pa vend, për shembull. Ku në emër të Zotit më tashmë sot nuk po kërkohet o nuk po arrihet, nuk po kërkohet të bëhet paqja, por po e përdorin pikërisht për luftë. Prandaj, njeriu të sot të modern është me të vërtet shumë e vështirë që ky mesazh i ringjalljes t'i arrijë kur kemi një botë të tillë. Prandaj doja dija se si duhet, domethënë, ta përhapim këtë mesazh. Base që ka po ndodh në botë, kërkon pikërisht një mesazh të tillë. Një mesazh që shkon shpërtej pritshmërive të atyre që janë në pushtet. Besoj që pikërisht bota e sotme, përpjekjet e njeriu për të sundur tjetrin, për të marrë vetëm çfarë dëshiron, për të vrarë të tjerët në emër të pushtetit të vet. Po pikërisht kjo paralajmëron që
krijimi ditë, më thënë që është bota, njeriu, gjithçka që jeton në botë, është nuk si mund të them Në italisht se ti vjen. jo, faleminderit. Nuk përfundon, nuk përmbushet, nuk përmbushet me pretendime këtyre njerëzve që janë në pushtet e që po vështirësojnë jetën e milionë të njerëzve. Pikërisht fakti që mungon paqe, pikërisht fakti që nuk ka respekt për të tjerët, pikërisht fakti që nuk ka nuk ka solidariteti. Tani, po flasim përgjithësi sepse ndërsa gjitha këto jetojnë mes shumë njerëzve, por nuk flitet për to. Kjo është edhe një dramë. Kjo është edhe diçka tjetër për të cilën duhet argumentuar pse ne për televizione, ne për emisioneve fliten vetëm për gjëra negative ose shumica gjëra negative për televizion, ndërsa që ka plot bota me gjëra pozitive. E kështu që unë besoj që jeta e sotme, vështirësitë e jetës sotme, tregojnë, kërkojnë, do përmbushen vetëm me një botë të re, do më thënë ku njeriu me të vërtet do përpiqet të jetojë në vëllazëri me të tjerët. Kjo është edhe një pjesë i mesazhit bashkor, sepse nëse pastaj unë tani mund të them diçka për shembull, sepse ringjallja është festa më e rëndësishme e besimit fetar katolik, atëherë mund të shtojë edhe diçka tjetër, më shumë se lindja e Krishtit patjetër. Në kuptimin që normalisht lindja e Krishtit është e domosdoshme, po themi kështu. Po lindja e Krishtit nuk do të thotë që Jezusi me patjetër do të kishte jetuar në këtë mënyrë siç e kemi njohur. Dakor? Për këtë arsye, edhe siç e thash më parë, është shumë e rëndësishme që ta shqyrtojmë jetën e Jezusit, po edhe mënyrën e vdekjes së Jezusit, sepse mënyra e tij të vdekur, pastaj ringjallja, tregon vërteton se çka ka thënë, ka bërë më parë ishte e vërtetë. Kështu që Pashka, për shembull, është festa më e rëndësishme e besimit katolik, sepse shpreh pikërisht dhe gjithsej besimin e kishës katolike, e besimtarëve katolik. Domethënë, undimi, vdekjen dhe ringjalljen e Jezu Krishtit. Dhe tregon se si kjo ringjallje tani, që nga momenti i parë faktikisht, kjo ringjallje përfshin të gjithë ata që besojnë në Jezu Krishtin. Nuk është diçka që përket vetëm Jezusit. Ai i parë ka përjetuar, patjetër, ka përjetuar, e ka realizuar se vetëm ai mund të monte, por në favor të njerëzve. E ka nga ata që kanë pranuar këtë. Pra, besimtarët katolikë, të cilët në pagëzim kanë marrë dhuratën e Shpirtit Shenjtë të jetës së re, me një fjalë. I pagëzuari ka ringjallur tashmë në Krishtin. Ringjallja nuk është diçka që përket vetëm të ardhmes, diçka që ne mbasi e projektojmë në përjetësi, sikur ne do të ringjallemi totalisht, po, me trupe, me shpirt, në jetën e pasosur. Po, ajo plotësohet dinamizmi i ringjalljes. Por ringjallja është e vërtetshme sot, është sot, se ndryshe mbasi nuk ka kuptim as për besimtarët. Nëse ringjallja nga ata fuqi negative që jetojnë brenda secili prej nesh, nëse nuk ringjallja nuk më thotë gjë për që unë të luftoj këto gjë negative, është e pakuptueshme. E pakuptueshme. Domethënë ringjallja është një ringjallje e përditshme. Pikërisht. Sepse pagëzuari mund të përjetojë tashmë jetën si bi të Zotit. Dhe gjithçka e ndjen, e jeton, e percepton në shpirtin e tij dhe në fund e shpreh në lutjen e famshme Ati ynë. Kjo nuk është vetëm lutja e bijve të Zotit, por pikërisht lutja e bijve që Ati ka bërë tashmë
të atyre që Ati ka bërë tashmë bitë e tij, ka dhënë dhuratës së bjesisë hyjnore në Krishtin, birin e tij. Kështu që ringjallja është diçka që, themi kështu, tregtohet tani në jetën tonë, sot, dje ka edhe sot, pastaj nesër. Ngjilli edhe i natës, edhe i sotëm, ka thënë që këta që kanë shkuar tek varri i Jezusit, kanë shkuar normalisht për ta parë varrin, nuk kishin një mundësi tjetër, një synim tjetër. Dakor? Se njeriu e di që pas vdekjes s'ka, kjo është eksperjenca natyrale, po themi në këtë mënyrë, dakor? Dhe të gjithë kanë dalë para se të linde dielli. Dakor? Ishte agimi, për afërsisht agimi, dhe ishte dita e parë. Ja, kjo është ringjallja. Sot është dita e parë, po nesër është dita e parë. Pra. Po pas nesër, çdo ditë. Ajo që ka ringjallur me Krishtin dhe beson këtë, jeton këtë dhe e praktikon, e përjeton në lutje, në fe, në shumë gjëra, në brendësinë e vete, dhe jo vetëm, çdo ditë është dita e parë. Është dita në të cilën unë i them Jezusit, dëshiroj të jetoj i ringjallur bashkë me ty. Kështu që ka shumë për të thënë ringjallja njeriu të sotëm. Mund të ringjallet edhe një zemër e plagosur, ose një njeri mbas mund të ringjallet shpirtërisht edhe një njeri mbas si ka bërë shumë gabime në jetë. Jezusi është në kërkim të këtyre njerëzve për t'i treguar sa që fuqishme dashurinë e Atit dhe ringjalljen e tij. Patjetër. Mesazhi i Jezusit është për të varfër, në kuptim që të gjithë mund të konsiderojmë të varfër. Konsiderohemi si jemi të varfër. Dakor? Por kështu që pikërisht, ja se Jezusi thotë, unë nuk kam ardhur për ata që mendojnë që janë të drejtë, se askush nuk mund të jetë të drejtë para Zotit, por kam ardhur për mëtata, domethënë për ata që pranojnë mesazhin tim dhe kthehen tek Zoti. Tu patjetër, fuqia e ringjalljes nuk ka një kufi, përveç se kufit që njeriu i vendos ringjalljes. Pyetja ishte, po pse është festa më e rëndësishme? A mund të vazhdoj? Po, desha të bëja, me që jemi këtu, desha të bëja dhe një pyetje personale, Padre Michele. A ka patur një moment në jetën tuaj që me të vërtet keni ndjerë një ringjallje? Faleminderit për këtë pyetje. Po, shpeshe, shumë herë. Sepse pasi mund ta përshkruaj në këtë mënyrë. Pikërisht kur unë, domethënë në këtë rast, do të flas për Jezusin e ringjallur. Do të flas për dashurinë e tij të pakufishme. Kjo më vën në sprovë, sepse dhe unë do i kërkoj për vetes që dashuria ime të jetë më e gjerë, më e madhe, se kur. Por asem edhe me të metat e mia. Dakor? Se një gjë mund dëshiroj ta realizoj në një mënyrë, ndërsa se jo nuk e kam realizuar kështu. Jam në vikosur ndërsa se po priçesha ta mbaj durimin e të tregohesha si një njeriu i qetë. Shumë gjëra, dakor? Atëherë, kur i kam hapur zemrën Jezusit në lutje, në qetësi, ai më ka dhënë fuqinë e ringjalljes për të vazhduar pra. Mbase një pikë e rëndësishme është ky që ai që beson të mbëhet gjithmonë më shumë tek Jezusi e jo tek vetja. E kjo normalisht është diçka që kërkon kohë. Në këria jam përgjigjur pyetjen tënde. Po, vërtet. Doja të dija edhe për iftatin e vrikosen,
Tuja të tia. Po, e konfirmoj. E konfirmojmë, jeni njerëz, domethënë. Keni Po, nevojë për ringjallje. prifti, pikërisht, prifti duhet të tregojë që është njeriu, dakor? Dhe edhe për të vërtetuar që Zoti vepron me njerëzit, jo me njerëz të veçantë. Në qoftë se du të priftërinj të konsiderohen të vetë të veçantë, ose njerëzit i konsiderohen të veçantë, disa se ne nuk duam, personalisht nuk dua të jem i veçantë. Du të jem çfarë jam, çfarë jam, por me fuqinë e Zotit për të ta përcyer pak nga pak, edhe me rënjet e mia, dakor, edhe në momentin të vështirë për të përjetuar që Jezusi është ringjallur dhe është ringjallur në jetën time. Jo, besoj. Padre Michele, para se të arrijmë Pashkët, kemi një periudhë që precede, që është ajo periudha përgatitore. E kreshmeve, po. Që është për një periudhë shpirtërore, përgatitjeje shpirtërore. Po. Si mund ta reflektojnë besimtarët në jetën e përditshme këtë mesazh të sakrificës? Se nuk është e thjeshtë, nuk është e thjeshtë sakrifica apo falja. Po. E tani, në qoftë se për sakrificën, çfarë do ta kuptojmë? Domethënë, diçka që një person bën vullnetarisht, e kemi fjalën në këtë kuptim? Është në këtë aspekt, domethënë sakrificë si diçka që njeriu merr përsipër veten, merr përsipër. Po. Jezusi në një fjalë të tij, në fjalët e tij thotë, nga në emër të Zotit. Zoti ka thënë, unë nuk dua sakrificë, e kjo është shumë e vështirë që njeriu ta kuptoj. Unë nuk dua sakrificë, por dashuri. Gjëja më e vështirë që këtu është ta ndryshosh zemrën e vet. Që të jetë një zemër që ta dojë tjetrin në mënyrë kështu të vazhdueshme. Atëherë mund, po gjithsesi këto dy fjalë nuk janë në kundërshtim me njëri tjetrin, domethënë sakrifica dhe dashuria nuk kanë në kundërshtim me njëri tjetrin, sepse në Kishën Katolike mësohet kjo, e domethënë sakrifici lind nga dashuria, e ka për qëllim po dashurinë prapë. Domethënë sakrifici lind nga dashuria e Zotit të zbuluar në jetën tënde, në jetën personale, dakor? Dhe ka si qëllim që unë që sakrifikohem të bëhem më i aftë për të dashur tjetrin në emër të Zotit. Kështu, për shembull, në kreshmet, se ke përmendur, ne japim shumë rëndësi agjerimit. Agjerimi, domethënë, ta heq diçka, edhe këtu, dakor. Problemi më i madh, besoj unë, në kohën e kreshmeve, është që njeriu, edhe i krishterë, përpiqet të zbatoj disa gjëra, por para se ti zbatoj, si për shembull janë agjerimi, lëmosha, lutja. Dakor? Po para se ti zbatoj, do të dije mirë për kuptimin e tyre, pse do t'i zbatoj, çfarë kuptim ka. Dhe ne rrezikojmë gjithmonë, gjithë njerëzit që duan të shërbejnë Zotin, rrezikojnë gjithmonë të bien në tetin, të bien të realizojnë gjëra të dukshme, duke mos dhënë fare rëndësinë gjërat të padukshme, ato që kanë në brendësinë e vet, sepse gjitha këto gjëra do të ndryshojnë zemrën. E kështu agjerimi nuk është pikërisht agjerimi nga një vezë, për shembull, dakor? Por është ajo që kërkohet është agjerimi nga mëkati. Logjika është kjo,
unë po heq një vezë nga tavolina ime, kjo që e sakrificio që agjerim, dakor? Sepse kjo në lidhje me Zotin më bën më të fuqishëm e të ndjeshëm ndaj të tjerëve, dakor? Që të prodhoj dashuri. Edhe po heq një vezë nga tavolina ime që ta kujtoj vetës. Shikoj dashur, ti do agjerosh nga mëkati. Kjo është vetëm një shenjë jashtme, por do të reflektohet në brendësinë tënde. E qartë. Shumë e thellë. Po ata që besojnë kanë nevojë për gjëra të thella. Nuk mund ta banalizojnë fenë e tyre. Feja është diçka shumë e madhe, e rëndësishme. Është diçka që me të vërtet, nëse arrin ta çojmë përpara në mënyrën e duhur, na sjell një jetë të re. E kjo çdo ditë na sjell një jetë të re. E për këtë arsye feja kërkon që njeriu të jetë i kujdesshëm, po themi kështu. Edhe në Kreshmet që ke përmendur, më falë, po vazhdoj, po nëse ke pyetje. Okej. Kreshmet normalisht në perceptimin kështu që të përgjithshme nga ana e njerëzve, edhe nga ana e krishterëve patjetër, është një periudhë sakrifice, pra është një periudhë ku do mendojmë gjithmonë për Jezusin që ka vdekur në kryq, po, dakor? Perceptohet si një diçka pak negative, si periudhë. Por Kreshmet me që haset me fillimin e pranverës, Kreshmet është pranvera e shpirtit. Është një periudhë e jashtëzakonshme për të shurtuar veten, për të thënë, këtë nuk më pëlqen, kjo nuk më pëlqen. Këtë do ta heq. Kështu që arrim për të kremtu Pashket me dëshirë që me të vërtet të ndryshojmë totalisht, të rilindim në Pashket e Krishtit. Kështu është me të vërtet, ndërsa se lulet, frytet, por shumë gjëra të natyres prap rilindim, prap zbukur, falje, këtë moment nuk i gjej fjalët e duhur, mbjellin, japin fytyt e tyre, falje, zbukurohen, dakor? Asa bukur zbukurimi i shpirtit. Dhe gjitha tematika, dinamika e Kreshmet tash kështu, të zbukurojnë shpirtin. E kjo jo vetëm si angazhim njerëzor, sepse prap do të shkojmë këtu. Nuk është vetëm një nizme njerëzore, nuk është vetëm fryti i vullnetit të njeriut, është përgjigja ndaj Zotit, i cili i pari ka vepruar ndaj meje, i cili ka marrë nizmën për të zbuluar zemrën e tij njeriut, që njeriut ta kuptojë, ta pranojë, e të jetoj si bitë e atit. Padre Michele, ne gjatë transmisionit ton kemi një pauzë të vogël, e përdorim për të pirë pak ujë, ku Bledi, e tekniku jo, nave një muzikë. Nëse dëshironi, mund ta përdorim këtë pauzë me që mbaruan pyetje, domethënë disa nga pyetjet e para, dhe pasaj të rifillojmë me disa pyetje të dyta. Si thoni, mund ta përdorim tani apo të vazhdojmë, si të dëshironi? Po të vazhdojmë, për them unë, nuk e di. Okej, kur të duash që të pish ujë, më thuaj. Dakor, Okej, nuk duhem ndoshta se nga që komplet. Unë në lidhje me pyetje e mëparshme, kisha edhe diçka tjetër për të thënë, por në qoftë se duhet të kalojmë tek pyetja tjetër, okay. Jo, ne mund të themi çfarë të duam, pastaj kalojmë më vonë, mund të thoni çfarë të dëshironi. Dakor, sepse kemi
po diskutonim në lidhje me ringjallja që është festa më e rëndësishme. Dakor? Po. Besoj që duhet ta themi dy gjëra. Domethënë, e para nga ana doktrinale, domethënë e besimit, pra. Duhet të kujtojmë se Shën Pali thotë që nëse njerëzit do të kishin besuar në Jesu Krishtin vetëm për atë që Jezusi tha dhe bëri gjatë jetës së tij në tokë, por nuk do të besonin se pas vdekjes ati ringjallin nga të vdekurit, besimi i tyre do të ishte i kotë. Dakor? Pra i pagëzuari katolik shpreh pikërisht dini, vdekjen dhe ringjalljen e Jesu Krishtit, thelbin themelor të besimit të tij. Po ka edhe pjesa tjetër e medaljes, për shembull, themi kështu, se domethënë çdo arsye tjetër ose motivim që mund të propozohet, të themi në nivelin njerëzor, do të ishte e kufizuar, do të ishte produkti i një arsimimi njerëzor, që base shumë të dëshironte ta bënte gjithçka më të lehtë dhe më të pranueshme për mendjen tonë, duke pasur arsye dhe justifikime vetëm njerëzore. Le të themi por si manipulim e shpaljes së Zotit. Kjo do të ishte vdekja e besimit. Sepse ne po flasim për fen, për besimin, e nuk do ta fshim faktin që besimi shkon edhe përtej racionalizmit. Dhe po ka thënë Pascal, filozofi francez Pascal, që zemra, duke lidhur me besim, domethënë, zemra ka arsye që mendja, intelekti nuk i ka. Kjo qëndron edhe besimtari do të vazhdoj jetën e tij në fe, duke patur edhe kujdes që përshtirësi në të besuarit në ringjalljen e Jezusit të mos kufizoj zbulimin e Jezusit, duke sjellë, themi kështu, në nivel racionale, në nivel kështu vetëm naturale. E kështu besimtari katolik në dhuratën e pagëzimit të Shpirtit Shenjtë shpreh, paraqet, mbron, shpall misterin e hyjt të bërë njeri që dhuron jetën e vërtetë. Është jetë e vërtetë sepse të çon në dialog me Atin dhe të zhvilloj kështu tërësisht personalitetin tënd, personalitetin e tij njeriu. Padre Michele, me që po flasim për marrëdhënien midis Zotit edhe njeriut, duhet të dija roli i kishës. Kisha si udhërrëfyese shpirtërore ose si ruajtje e mësimeve të Krishtit në këtë marrëdhënie. Si është sot roli i kishës në Shqipëri? Ndoshta ju, me që ju jeni në Shqipëri, po edhe do doja të dija një çik edhe më tej në Europë, në botë. Si është sot roli i kishës katolike në këtë marrëdhënie, domethënë? Po. Që është vetëm një vend ku jepen sakramentet, pagëzimet, kungimet, rrëfimet, apo është diçka më shumë? Unë besoj që edhe me papën aktuale, me papën Leon XIV, kisha përpiqet të jetë në dialog jo vetëm me besimtarët, por me botën. Të mendojmë për shembull kur papa më thot për çfarë po ndodh në botë, e ndodh për shembull në Iran, që nuk është një vend i njohur si vend katolik, për shembull, e në shumë vende të tjera, dhe kërkon anëpushim
kërkon që njerëzit, kjo më duket rëndësishme, si e ke përmendur edhe ti më parë, që njerëzit të mos bëjnë luftërat dhe të mos kërkojnë interesat e veta duke përmendur Zotin. Dhe kjo, si pas meje, Papa e thot, jo për të mbrojtur emrin e Zotit, sepse Zoti emrin e vetë e mbron vetë. Dakor, me kuptimin e mirë të fjalës. Po, nuk ka, dakor. Jo, që njerëzit, edhe ata që nuk janë besimtarë, të mos mashtrohen prej këtyre arsyetime që kanë të pushtetshëm. Dakor, ata që janë në pushtet. Domethënë, është mbrojtja e të gjithë njerëzve, e botë e njerëzimit mbar nga ana e Papës, kur thot që pretendon, do të them kështu, që askush të mos flas në emër të Zotit për të arsyetuar qëllimet e veta, veprat e veta. Për të justifikuar më Për të justifikuar. Po, se me të vërtet, Padre Michele, jemi në një luftë, jemi në këtë moment, në një luftë me duket e çuditshme, po jemi me tre shtete, me tre besime të ndryshme, do të thoja unë, me tre shtete që përdorin emrin e Zotit për të justifikuar këtë që po bëjnë, të treja. Absolutisht, po. Pa dallim. Prandaj do doja që ndoshta edhe Papa mesazhet duhet t'i çojë ndoshta edhe më të qarta. Faktikisht në këto ditë të fundit, Papa e ka quar këto mesazhe shumë të qarta, duke përmendur edhe emrin e presidentit të Amerikës, për shembull. Duke thënë që askush të mos guxojë të përmend emrin e Zotit, sepse Zoti nuk e do luftën. E po kam lexuar edhe që në konferenca e peshtuore e Shteteve të Bashkuara ka marrë një pozicion mjaft të fortë për të mirëtu kundër presidentit. Dakor? Kështu tani, kjo për të thënë që më duket se kisha po përpiqet të mos e isauroj, të mos përfundoj angazhimit e tia vetëm në aspekt sakramentale. Sepse fundi ajo që Jezusi na ka mësuar është që njeriu është sakramenti i Zotit, vetë njeriu, pavarësisht nga feja, pavarësisht nga gjitha përkufizime, pavarësisht nga lindja, nga vendi i lindjes, dakor? Njeriu, vetë njeriu është sakramenti i Zotit. Dhe më duket që në këtë kohë të vështirë, mbase vetëm Kisha Katolike po e thot këtë në shumë mënyra të ndryshme, duke mos harruar për shembull edhe nuk flas për veten, shumë misionare që jetojnë në vende vërtet të ndryshme të vështira për të shpallur Jezusin. Po, për të shpallur Jezusin, por jo në kuptim që të tjerë të bëhen të krishterë. Jo, sepse me të vërtetë vetëm Jezusi ka mësuar njerëzve fjalët të mira, fjalët që domethënë që e promovojnë njeriu. Jo më duket një diçka shumë e rëndësishme. Për këtë arsye, shumë misionare përjashtohen nga vende të ndryshme sepse guxojnë të flasin për të mbrojtur njerëzit të varfër. Po. Sepse guxojnë të sjellin me të vërtetë fjalën e Krishtit, sepse jo të gjithë domethënë e kanë kuptuar drejt. Po. Sikush e kupton në mënyrën e vet. Po, patjetër, është vërtet. Por besoj që këta njerëzit e kanë të krishterë vetëm base pagëzimit nëse janë pagëzuar. Po, nuk mjafton vetëm pagëzimi apo vajtja të dielave në kish. Unë them Padre Michele se ti jeton në Shqipëri edhe ndoshta është ndryshe aty. Po në Itali, në vendin tënd, unë po të rrëfej, po rrëfehem. Mund të rrëfehem. Nuk na dëgjon njeri. Unë vi nga jugu, nuk jam, domethënë, veriu i Shqipërisë është më katolik edhe është, domethënë, e kanë më
Më në gjaku, unë e kam njohur fen katolike fal Suor Maria Renata Kiosi, Suor Renata në Elbasan, sepse kam në shkollën për infermiere. E kam njohur, zotin atje dhe e kam thënë, edhe e kam shkruar, sepse kam shkruar disa antologji, e kam shkruar dhe e kam thënë, se ajo periudhë ku kam jetuar me Suor Renatën në Elbasan ishte, domethënë, periudha më e qetë e jetës time, periudha ku për herë të parë njoha Zotin, sepse jemi gjithmonë në kërkim të një Zoti, cili do, po se cili gjen atë që gjen. Absolutisht, po. Edhe po të them, Don Michele, po rrëfehem që humba kur erdha në tokën në Itali. Itali? Po, e humba. E gjeta në Shqipëri dhe e humba në Itali. Prandaj doja të thoja që edhe role, domethënë, nuk mjafton të shkoj, ose ndoshta edhe jeta këtu në Itali është ndryshe, mënyra e jetesës, mënyra e konceptimit të gjërave, të bën të humbasësh, humbet veten, humbet Zotin, humbet të tëra. Prandaj është shumë të kuptoj fort mirë. Po. Të kuptoj fort mirë se është diçka që po mundon shumë njerëzit. Po, jeta e tanishme në këtë kohë është një jetë që nuk dëshiron, kjo kohë, po themi kështu, do të dëshironte që askush të mos mendonte për të çmerive, për te synimeve të punës, se si njeriu mund të jetë më produktiv. Në këtë aspekt rrjetet sociale po bëjnë një punë mirë për t'i futur drejt dramatike, po. Një punë dramatike në këtë aspekt dhe ndihmon shumë të ata që i kanë këtë ide që njeriu vetëm duhet të shfrytëzuar prej ata që janë të fortë normalisht, dakord. Prej atyre që kanë rëndësi, rrjetet sociale në këtë aspekt na kanë burgosur të gjithë. Edhe një pyetje tjetër, për sa i përket të rinjve. Në Itali kisha, unë drejt me thënë, nuk shoh shumë të rinj. Në Shqipëri ndoshta pak më shumë. Besoj se është një kishë re. Ma thuaj, trego si është bërë, se unë kam 10 vjet, 25 vjet. Situata në lidhje me të rinjët është vërtet problematika, vështirë. Shumë kanë ikur, shumë po ikën. Sot, për shembull, kam përshëndetur 2 vëllezër që ishin në shkollë këtu tek ne, e që po shkojnë ke babai në Gjermani. Për fatë emigrimit në Shqipëri. Pavarësisht rastit konkret, situata e emigracionit është dramatike në Shqipëri. Situata politike është dramatike në Shqipëri. Nuk duhet të futesh atje. Po nese. Po rrim tek besimi. Okej, dakor. Jo, në kuptim që është e vërtetë, situata politike kërkon të rishikohet. Gjithsesi pyetja cila ishte në falë në lidhje me të rinj? Jo, doja të dija se si mund, ky mesazh i pashkëve të përçohet të rinjve dhe të afrohet që të rinjt i afrohen kishave, sepse unë e shoh edhe këtu është një problem edhe në Itali, të rinjt kanë bërë mesazhi i pashkëve kështu ashtu si çdo mesazh i kishës nuk i shkon të rinjve drejt për drejt. Jo, nuk është e mundur. Nuk mund të jetë kështu, ose nuk mund të jetë më kështu. Nëse ka qenë një kohë ku ka ndodhur kjo. Sot nga ana kishët duhen shumë përpjekje, shumë sforca, shumë angazhime për të dialoguar me të rinjt. Sepse të rinjt e perceptojnë botën ndryshe edhe vetëm nga baballarët e tyre. Edhe mbase ka një gjysmë gjenerate që i ka qenë para tyre. Kjo që dialogu me të rinjt është shumë i rëndësishëm, por nëse do them që është shumë i rëndësishëm për kishë, nuk më pëlqen.
sepse kisha nuk do merret me të rinj sepse ata janë të rëndësishëm që të vazhdojë besim katolik, për shembull. Jo, do të jetë në vete, domethënë kisha do të jetë promovuesi të rinjve për faktin që këta janë të rinj. Dhe janë njerëzit që po kërkojnë një rrugë kuptimi, zhvillimi e gjitha me radhë, dakor? E në këtë aspekt kisha do të jetë afër atyre, duke kërkuar rrugë për dialog. Për dialog, për ballafaqim, për të bashkë, sepse pastaj do themi edhe që me të vërtetë ka shumë të rinj që angazhohen në jetën e kishës në shumë mënyra të ndryshme. Por kjo e besoj që besoj unë, kisha e ka kuptuar, nuk mund të jetë automatike. Nuk mjafton të thush dikujt, ti je i rëndësishëm për mua. Okej, për mua sepse unë kam qëllimet e mia e do të thonë sa të shfrytëzoj ty që je i rëndësishëm për mua. Jo, ti je i rëndësishëm sepse je i tillë në vete. Pastaj shofi se si mund të bëjmë bashkë një copë të rrugës, një pjesë të rrugës. Qartë. Padre Michele, ti folëm dhe tham që do me thënë nga çka tham deri tani doli që mesazhi i Pashkës është ringjallje, është dashuri për të afërmin tënd. Për sa i përket këtij të afërmit të afërmit ton, sidomos në Shqipëri, unë doja të hapja pak temën e bashkëpunimit ndërfetar, që Shqipëria, siç dihet, njihet në botë për këtë bashkëpunim. Po. Si e shef bashkëtesën ndërfetare në Shqipërinë e sotme? Duhet të bëhet model edhe për vendet e tjera sipas teje? Jo, sipas meje jo. Duhet të jetë vetëm shqiptare. Ta mbajmë vetëm ne, kemi vetëm ne në shpirt. Domethënë, historia e Shqipërisë, vetë historia e Shqipërisë ka bërë që për shembull persekutimi gjatë regjimit, ku nuk ka qenë respektuar as katoliku, as muslimani, as kush, dakor? Dhe rënja e kësaj bashkëjetese janë pikërisht shqiptare, dakor? Për këtë arsye kam thënë kam thënë kështu drejt për drejt, por okay, mund ta diskutojmë patjetër, duhet arsyetuar, specifikuar sepse gjithsesi ka një bashkëjetesë të bukur. Dakor? Është bukur të shikosh për shembull që muslimanët i uron katëve të anasjelltas. Dakor? Kjo është diçka që bën mirë një shoqërisë patjetër. Base mungon një farë bashkëpunim në realizimin e disa projekteve për mirësimin e shoqërisë, për përmirësimin e jetës të varfërve, të rinjve. Përmirësimin e jetës të komunitetit. Po, jetës të komunitetit, po. Base do të ishte bukur, do të ishte bukur nëse të realizonin konkretisht ca projekte promovues të jetës të komunitetit. Po. Gjithsesi, çfarë mund të ishin më konkrete? Çfarë mund të bënin? Çfarë mund të bënin këtë krishterët e muslimanët bashkë në një komunitet? Për shembull në Mirdit, çfarë mund të bënim? Çfarë mund të bëhej konkretisht? Për veçurimeve për Pashkët ose për Bajram, përveç këtyre. Po. Edhe cili mund të jetë roli i institucioneve fetare si katolike dhe ato muslimane për këtë bashkëpunim. Duke lënë pas pjesën e impenjimit në politik, duke folur vetëm për angazhime konkrete në favor të njerëzve të varfër, për shembull, ka shumë për të bërë. Për shembull, unë nuk do filloja nga Resheni, nga Mirdita, por nga Tirana. Tirana aktualisht është vendi i banimit për duket kështu
60% të popullsisë të Shqipërisë. 60% të popullsisë të Shqipërisë banon në Tiranë dhe në rrethinat të Tiranës, dakor, në periferi italianës. E ne mund të kuptojmë mirë se si është jeta e shumica prej tyre, çfarë mund ta gjejnë gjithë këta njerëzit, të gjithë mund ta kenë punë atje, të gjithë mund ta kenë një jetë dinjitoze, një banesë dinjitoze, jo. Është shumë, jo. Kështu që do të mendoja për disa projekte për të ndihmuar njerëzit më së pari që të integrohen, që kanë zgjedhur, po themi kështu, o kanë qenë të detyruar të shkonin të banonin në Tiranë, që të favorizojnë integrimi i tyre në një pjesë të shoqërisë, sepse është e pamundur ta kapim të gjitha, dakor? Por kjo ishte diçka që në shërbim të njerëzve, të cilët me të vërtetë e kjo në base është një karakteristikë, ka nevojë, po ka një karakteristikë e popullit shqiptar, nuk e di, nuk guxojmë të them këtë, kështu me bindje, ma o hipotezë, që kanë të vështirë të besojnë në njëri tjetrin, domethënë të besojnë tjetrit. Secili domethënë ka një rrugë të vete. Ja, rreziku është ky. Domethënë janë bërë më egoist njerëzit sot? Kemi një shoqëri më egoiste, në italisht themi diffidenza, domethënë të mos kesh besim nuk ndaj besojmë tek tjetri, kemi humbur, se ne shqiptarët e kemi pasur në fakt, Padre Michele. Bile se shuheshim për këtë besimin tek njëri tjetri. Por ndoshta na ka kapur dhe neve kriza e mosbesimit botëror. Nuk e di, unë jam 25 vjet jashtë dhe nuk kam lënë dikur shoqërinë ndryshe, shoqërinë shqiptare, kam lënë shoqërinë kur kishte më shumë të rinj, kam lënë Shqipërinë kur ishte plot me të rinj, kishat në Elbasan ishin plot me të rinj, po edhe xhamit, domethënë kudo, kurse tani, siç thatë edhe juve, plaga e emigrimit ka bërë që... Jo, po, është krejt ndryshe tani. Është krejt ndryshe, edhe më vjen keq. Po, faktikisht është kështu, po. Po ju e njihni më mirë se unë nga që jetoni aty. Po. Çuditërisht. E di çfarë më bëri përshtypje sot, që doja edhe të flisja për këtë, sepse lexova për vdekje, nuk e di nëse e njihni, nda jeta Don Kelmend Spaçi. Një prift edhe ishte shkruar, ato që më ngeli në mendje, edhe duke pasur intervistën me ju edhe e memorizova, që thoshte prifti që lajmëronte iftarin. Një prift i cili jo vetëm që kishte ndihmuar shumë edhe gjatë luftës të Kosovës, shumë kosovarë kishte hapur dyert e kishës. Po, ashtu. Po edhe gjëja domethënë duke shprehur ngushëllime gjithë familjes të priftit që ka ikur edhe në moshë të re, po titulli i kësaj gazete ku lexova që prifti që lajmëronte iftarin, domethënë është një nga ato, me të vërtetë më rënqeti mishin se ishte me të vërtetë ajo çka shqiptarët, domethënë shqiptarët që kam lënë dikur unë ishin këta, domethënë edhe prifti që lajmëron iftarin. Kjo është tamam bashkëpunimi apo respekti midis feve. Midis feve të ndryshme. Po. Në fakt, po. Edhe unë nuk e kam njohur këtë person, por vdekja e tij ka marrë shumë jehon edhe këtu në Shqipëri. Shumë njerëz më kanë folur për të. Ka qenë me të vërtetë një njeri lidës, po themi kështu, që ka lidhur shumë njerëz. Ulidhse, po, një urë, ka qenë një urë, vërtet. Kështu që shpresoj që shembulli i tij me të vërtetë të vazhdojë të jetojë në njerëzit e tjerë. Jo vetëm prifterin, sepse bota edhe këtu Shqipëri është plot me njerëz të mirë. Vetëm se shpeshherë edhe situata i pengojnë, dakor, por e kemi nevojë për njerëzit të rinj, të mirë, falni, që pavarësisht nga besimi fetar, patjetër për ne katolik, të tregojnë ringjalljen e Krishtit, por përveç nga besimi fetar, të japin njerëzit që shkëlqejnë në jetën e komunitetit.
Sakt. Për një pyetje tjetër që më vjen në mendje, se folëm për fe të ndryshme, sepse në gjuhësit tonë janë të ndryshëm, janë dhe ata që ndoshta nuk kanë dhe fe. Si mund të përjetojnë Pashkët për ata që nuk kanë besim fetar? Base Ndoshta si pranverë, sepse ju që parë folet për pranverë, për zbukurim. Nuk e kanë këtë synim. Ju nuk do ta dish se si e festojnë punën e tyre, domethënë. Praktikisht. Okej, mund të themi që mund të identifikojmë. Ma pëlqeu ideja e pranverës, e zbukurimeve, gjitha që folën para, mund të identifikohen edhe në... Po, mund të identifikojnë disa kështu dimensione jetës së njeriut ku reflektohet ringjallja, edhe pse nuk mund të pretendojnë për shembull si të gjithë ta çojnë ringjalljen ato që jetojnë në jetën e tyre, pasi e quajnë ndryshe, dakor? Për shembull, nëse të shohim veten nga këndvështrimi i dëshirës për të përmirësuar botën, për të përmirësuar veten, për ta bërë botën më njerëzore, vëllazërore. Po, si ringjallja e njerëzimit. Po, ringjallja është ajo forcë jetësore dhe motivuese që çon të kërkojmë mirëqenien të tjerëve. Po, normalisht në gjuhën laike quhet vëllazëri. Dakor? Okej. Një tjetër, prap një lajm, se sigurisht më din, një lajm që lexova sot në gazetat italiane, në Vatikan, brenda Vatikanit, pratikamente ka një sallë ku mund të falen edhe persona të ndryshme. Është e vërtetë, ekziston? Tani brenda Vatikanit nuk se kam ditur këtë, në qoftë se gazeta e ka shkruar, po mund të jetë kështu. Mirë që është kështu, domethënë. Se ti ndoshta se ti, dhe mu duk shumë interesante, sepse këtu, sidomos këtu në veri të Italisë tani, domethënë, po pengohet ndërtimi i një xhamie, dakor, por kjo janë arsye politike, janë arsye të pushtetit, domethënë normalisht që pastaj futen të gjithë në aty. Po, dakor, po kjo janë arsye për fat keq politika, e ka humbur atë veshjen nobile që kishte, që ka pas. Edhe politikanët janë shumë të luhatshëm, sepse nuk janë njerëz të mirë, jo, sepse kërkojnë vetëm interesat e veta. Dakor? E kështu arsyejtojnë gjithçka, motivojnë gjithçka në këtë aspekt, për ta pasur pastaj që njerëz të kenë zgjedhje për të votojnë, kështu që gjithçka është pak çështje vote dhe jo më çështje principesh. Po, Padre Michele, shef, kur kaluam gja një orë, do dëshironi të pinin të gotën e ujit tani, edhe të... I bie që do vazhdonim? Të dëgjonim një këngë, mua mu tha Gryka, ti flet, mua më thahet Gryka. Që kështu unë do doja me të vërtet, vetëm një këngë, jo shumë, vetëm një këngë 5 minuta Bledi, nëse mundet. Po. Sa të pim një gotë ujë. Dakor. Dëgjohemi të. Po. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku u kthyem, faleminderit Bledi për këngën, pikërisht këngë Pashke. Të pëlqen muzika shqiptare, Padre Michele? Po, më pëlqen. Edhe ndonjëherë përpiqem edhe të vallëzoj pak të kërcej. Si e me vallet, si e? Shumë keq. Shumë keq, o zot. Jo, më pëlqen të pakën këtu në Mirdit, që kërcejnë gjithë bashkë, me rrethi, duke bërë rrethi, e vazhdojnë kështu. Kjo është diçka që më pëlqen shumë, më motivon, domethënë. Po, Vallen e Tropojës, e njeh se kemi edhe UNESCO. Vallen e Tropojës. Po, e kam parasysh. Më pëlqen shumë. Po. Vërtet është për të kërcyer, për bukur, shumë e bukur.
Çfarë të pëlqen tjetër? Ne kemi ardhur pak a shumë në mbyllje të transmisionit se i kemi prekur pak a shumë mesazhin e Pashkëve. E tham, doja të dija Po. diçka personale, çfarë të pëlqen më shumë nga Shqipëria, shqiptarët, Tani, po. mikpritje, si Po, është akoma? unë besoj Pasi që se 5 vjetëve që kam ikur. Atëherë, do të themi kështu, që Po. të jemi pak Kurse objektiv. shqip. Po, kurse bravo, si. Kurse Ka shqip. dy aspekte që duhet të nënvizojmë. Unë, nga momenti i parë që kam qenë drejtori i shkollës, këtu në Reshen, e kjo të qonë të përcjell respekti pastaj nga në njerëzve, dakord. Ata automatikisht me që je drejtor të janë për një respekt, por nuk do ta mbyll me këtë, domethënë. Kështu që besoj që roli im ka ndikuar, por gjithsesi kudo që kam shkuar, kam ikur, kam gjetur njerëzit mikpritës. E kjo është pjesa e dytë, domethënë unë gjithmonë shërbimi im pastoral, baritor, e kam zhvilluar nëpër fshatra. E nëpër fshatra njerëzit janë shumë mikpritës. Ka 13 vite që unë shërbej po në të njëjtin fshat dhe lidhja jona është me të vërtet shumë e bukur, lidhja e besimit, patjetër, me krentime të ndryshme, por edhe lidhja njerëzore, kuptoj që është këtu. Gjithsesi, unë kam gjetur shumë njerëz që më kanë mikpritur kudo. Dhe kjo nuk jo se jam unë, por sepse kështu e keni ju në gjakun tuaj, po me që nëse se ka kohë, 2 minuta, vitin e kaluar, për shembull, ka ardhur, kemi kohë sa duash. Më ka ardhur Dajen, që Daja po vinte nga Belgjia këtu, dhe por e kishte humbur rrugën, që unë e prisja, ai nuk vinte, nuk arrinte, dakor. Më mori në një minutë, në një qast, pastaj më mori në telefon një numër që i panjohur, ishte ai, më tha, e kam humbur rrugën, kam gjetur Dajen. Po më shoqërojnë. Kështu ka ardhur, dhe jo vetëm kaq, se shoqërues donte të na ofronte drekën. Neve, dakor, njësa që ne kërkonim të shpërblenim të pak për benzinën, për naftën, ai këmbëngurte, s'bët fjalë, ai do të na ofronte drekën neve. Është një çka që me vërtet më ka ngulitur në mendjen time, në zemrën time, e besoj që është diçka që më të bën të mendoj sa është i mirë njeriu. Vetëm se rrethanët nga kanë sjellë në një luftë të përreshme njëri kundër tjetrit. E kështu që duhen kapur këto momente për të vlerësuar sa i mirë është njeriu. Këtu në Shqipëri me të vërtet mikpritja është e bukur, shumë e fortë, shumë e bukur. Po, e di çka po më kujtohet tani duke folur me këtë fjalën mikpritje, në 2021-shin, Padre Michele, unë jam votuar këtu në Këshillin e Padovës si përfaqësuese e shqiptarëve, por më vonë edhe gjithë të huajve të Padovës, edhe kur shkonim, tani mbaroi mandati, por kur shkonim në Këshill që na pyesën sepse donin të dinin se çfarë zgjidhjesh mund të jepshin. Në Padova nuk ka shtëpi, nuk gjende shtëpi. Edhe ishte një periudhë në 2021 ku shumë emigrant nga Afrika mbërrinin në brigjet e Lampedusës, edhe kishte aq shumë sa që edhe në Padova na kanë sjell shumë emigrant. Nuk kishte vend, i kemi futur si ato qendra që janë tani në Lezhë, si të gjithë ato janë bosh, po këtu ishin plot, nuk kishim më vende, saqë në Këshill na pyesin si ne, domethënë, a kishim ndonjë ide për sa i përket, edhe jam ngritur, edhe kam marrë pikërisht si thelb, si ide, si temë mikpritjen shqiptare. Edhe i thash, me që nuk keni, domethënë, me që nuk kemi vende në për këto, si i thon, kazerma, çfarë i thon, atyre vende që s'quhen as vende për të ndëjtur, jam ngritur e kam thënë, si shqiptare që jam, një nga principet themelore të shoqërisë shqiptare është mikpritja.
biles neve gjatë luftës në Kosovë kemi mikpritur edhe gjithë kosovarët, i kemi hapur dyert e shtëpisë. Prandaj filloni hapini dyert e shtëpisë, filloni që nga kryetari i bashkisë, te ky asesorët e gjithë me radhë. Idet i pëlqenin, po nuk e vunë në praktik. Gjithsesi emigrantët i vurën aty njëri mbi tjetrin, po mikpritja alla shqiptar që nuk funksionojnë në Padova, që kështu. Sa do që unë dua që ta transmetoj, është e pamundur. Kështu që merr edhe më shumë vlerë që ka realizohet këtu, patjetër. Këtu e kam mësuar që shtëpia e shqiptarëve është i Zotit dhe i mysafirëve. Fiks, se kanë thënë, domethënë shtëpia është e Zotit, me që ndoshta kosovarët dikur ishin në luftë, po edhe emigrantët që vinë nga vende lufte, thash unë, nëse më kërkoni një mendim, kjo është zgjidhja për ne. Shqipëria do ta kishte bërë kështu. Okej. Faleminderit për kontributin. Tani është një sfidë, më fal. A do ta bënte edhe sot Shqipëria kjo? Kjo është shumë interesante, do doja ta dija se çfarë do bënte sot Shqipëria me emigrantën nëse motra jon Meloni do na i sillte. Nuk e di, besoj ose e bëri me kosovarët sepse ishin vëllezërit e tyre të bardhë, të afër me të gjithë, apo mund ta bënte. Është pyetje shumë interesante, Padre Michele. A do të ishte prapë Shqipëria në gjendje ta bënte një gjë të tillë? Bravo. Jo për të dyshuar tek shqiptarët, absolutisht jo. Sepse nuk e di, po nëse do flas nga personale, e kanë bërë këtë me mua. Po. Është shumë interesante, do doja. Unë them se do ta bënim. Ndoshta jo të gjithë, po shumica e shqiptarëve nuk e harron. Po, ka diçka që, për shembull, tu në Shqipëri për shkak të migracionit, shumë banesa janë bosh. Shumë banesa janë bosh. Kjo mund të jetë një nga arsye, për shembull, për që të përsëritet. Të strehuar, po. Kjo mund të jetë një arsye, sepse ka kjo mundësi që është dhe mundësi, domethënë, e shkaktuar nga migracioni, mbase ja vlen që edhe nga jashtë vinë njerëzit të strehohen këtu. Edhe këtu në Shqipëri tani ka fillu ardhja, tani, domethënë ka 2-3 vite që ka fillu ardhja e emigranteve nga vende të ndryshme. Si të duket, Padre Michele, shumë interesante, si të duket mikpritja me emigrantët e vendeve të ndryshme? Jo, mirë, mikpritja është mirë, nuk ka, nuk shoh, nuk lexoj që ka probleme, komente e gjitha. Racizëm, ka racizëm? Jo, nuk më duket, jo. Jo. Edhe këtu në Reshen, për shembull, shohim disa që nga Korea, disa nga vende të ndryshme, që kanë ardhur nga Pakistani. Nga Filipinet kanë ardhur shumë. Po, nga Filipinet këtu. Këtu jo, në jug po, besoj. Po them që integrohen, nuk më duket se ka probleme e tilla. Bravo Shqipëria, bravo shqiptarët. Po, bravo shqiptarët. Kurse ne i kemi akoma këtu. Po, e kuptojmë edhe e bile se kuptuam akoma më shumë gjatë luftës në Ukrainë, kur arritën, nga që ne nuk njemi Padre Michele, po merrem edhe me emigracionin, me praktikat e emigracionit, edhe kur arritën emigrantët Ukrainas, ishin më mikpritës, sepse, siç thash më përpara, ishin ndoshta edhe të bardhë, ishin më afër, edhe portat e questurës, domethënë kishin radhë tjetër, radhë më të përshpejtuar për dokumentat se sa gjithë emigrantët e tjerë, jo shumë të bardhë, po më pak të bardhë. Domethënë e ndjevëm këtë, domethënë edhe në nivel institucional e ndjevëm racizmin. Prandaj, me që jemi edhe
momente, domethënë në një periudhë pashke shpresojmë që të ringjallën, shpresoj që të ketë një ringjallje edhe institucionale, ditë për ditëshme. Ashtu. Po. Okej, ka shumë gjëra për të shpresuar faktikisht. Okej. Donim ta mbyllim, po nuk e mbyllëm, u harrova. Okej, Padre Michele, unë të falenderoj shumë faleminderit për ftesën. Shpresoj të kemi edhe herë të tjera për të folur për tema të tjera. Ndoshta në Natale, shpresojmë edhe më përpara. Me kënaqësi, faleminderit juve që më keni ftuar, grazie shumë ty personalisht dhe betemi në kontakt. E kështu dëshiroj për të përmbyllur të japë bekimin tim gjithë besimtarë katolikë që janë në kështu me në dëgju. Ju bekoj të gjithëve në emër të Zotit. Dakor, të gjithëve, jo vetëm katolikë. Faleminderit. Faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Të dashur dëgjues, shpresoj t'u ketë pëlqyer kjo natë dhe kjo bisedë me Padre Michelen. Unë tani në fund të humba fare, harrova që po flisja me Padre Michelen, hyrëm në tema të ndryshme, megjithatë shpresoj që t'jeni kënaqur. Shpresoj ta kemi të ftuar sërish Padre Michelen në një bisedë tjetër reflektuese. Do doja të uroja të gjithëve Pashkët, duke ju kujtuar se Pashkët na kujtojnë se pas çdo errësire vjen drita dhe se shpresa nuk shuhet kurrë. Le të marrim me vete sot më shumë mirëkuptim, më shumë dashuri dhe më shumë hapje ndaj njëri tjetrit. Gëzuar Pashkët me paqe në zemër dhe dritë në shpirt. Gëzuar të gjithëve dhe natën e mirë. Zëri I diasporës nga Madiana Nureddini. Window Radio. Një gocë Kosovë ma don zemra,